Bordi i Transparencës ka vendosur që të rrisë çmimet e naftës, duke nisur nga mbrëmja e së premtes. Nafta do të shitet në tregun e pakicës me 224 lekë për litër nga 218 lekë që ishte më parë, ndërsa benzina mbetet e pandryshuar me 181 lekë për litër. Ky vendim vjen menjëherë pasi qeveria miratoi aktin normativ për të ulur akcizën me 20%. Nëse çmimi i Bordit të Transparencës për naftën do të ishte mbi 220 lekë dhe ai i benzinës mbi 200 lekë për litër. Nga ky akt normativ, efekti është trirë vetëm te nafta, pasi nëse nuk do të ishte në fuqi çmimi me pakicë i naftës do të ishte 233 lekë ose 9 lekë më shumë se sa u vendos çmimi i pakicës këtë të premte. Ministri i Financave Petrit Malaj theksoi se akti normativ është një masë konkrete e qeverisë shqiptare për të zbutur efektet e rritjes së çmimeve të karburanteve sipas së konfliktit në Iran dhe luhatjeve ndërkombëtare të tregut. Ne jemi të angazhuar për t'ju përgjigjur me përgjegjshmëri çdo sfide, duke mbrojtur qytetarët shqiptar nga efektet financiare të prodhuara si rezultat i konfliktit me Iranin, por edhe të mbrojmë buxhetin e shtetit dhe ekonominë e vendit tonë, sidomos në këtë moment kritik që po përballet bota. Akciza deri më sot ishte 39.4 lekë dhe sipas vendimit të fundit të qeverisë ka zbritur në 31.5 lekë ose 8 lekë më pak, duke i shtuar edhe TVSH-n, efekti është 9.4 lekë për litër.